E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet më të fundit në Ferma VIP. Hyrja e Kostanës edhe hyrja e Zhakut ndryshuan rrënjësisht gjërat. Banorët kanë filluar që të trëmben, situata është tensionuar edhe shumë, ditët që ato numërojnë për të arritur tek 200.000 eurëshi janë ditë të frikshme, sepse para këtyre ditëve, do me thënë, ka luftra, ka debate, ka dinamika, ka diskutime që realisht fermerët janë në siklet, fermerët janë të shqetësuar, adresojnë pyetje kundër drejt njëri tjetrit deri ku mund të shkojmë ne. Por ajo që në fakt ka filluar të merr alarmin janë titujt gjigant në për rrjete sociale, në për Instagram që po shkruhen për ngjarje që po ndodhin brenda në ferm. Është shkruar një titull që thuhet je kuçk, a çfarë kuçke je ti, adresuar kundër drejt mimozës nga Zhaku. Do të thonë vjen shumë keq që e përdora këtë fjalën, por është si titull që në fakt alarmon në shumë portale. Fjala adresuar kundër drejt mimozës nuk ka qenë e tillë. Unë e kam dëgjuar debatin e tyre. Zhaku nuk ka përmendur një fjalë kuçk, do të thënë përkundrazi, Zhaku është duke i dhuruar shumë dashuri mimozës, është duke i dhuruar shumë mbështetje mimozës, atë gjën që në fakt këto fermerët e tjerë për inate personale, për xhelozi personale, për urrejtje personale, u munduan që t'ia mohojnë mimozës mbështetjen, dashurinë, respektin. Zhaku me kënaqësinë më të madhe ja dha këtë dashuri mimozës dhe e bëri në fakt që të ndjehet gruan më të lumtur. Dhe pikërisht kjo gjëja, do të thënë, ka marrë një alarm shumë të madh. Unë mendoj që Zhaku, si dhe ashtu Kostana, nuk kanë hyrë aty në ferm për të ndihmuar vetëm mimozën, po ti shikoni gjërat me detaje, ato ndihmojnë të gjithë banorët. Për shembull, në një bisedë që e pa Zhakun edhe Sarën, për shembull, Zhaku i thonte Sarës që mundohu të nxjerrësh anën më të mirë tënde, mundohu të nxjerrësh anën më të bukur, që do të thënë, po qëse të jesh i kapshëm, i kthjellët dhe mos të jesh i ndikuar nga loja, nga kamera, ti arrin ta kuptosh se çfarë në fakt ka dashur të thotë ajo. Do të thënë, ulesh edhe logjikon, më fal, si qëndroj unë jashtë, si janë gjërat e mia jashtë, mos vallë unë po e teproj dhe po dal shumë keq. Do të thënë, Zhaku po bën më të mirën, por Zhaku është duke i dhuruar mbështetje dhe afërsi mimozës, gjë që në fakt ka agravuar banorët e tjerë dhe ka agravuar komplet situatën. Unë mendoj që mimoza kishte nevojë për një ndërhyrje të tillë, kishte nevojë për njerëz të cilët t'i qëndrojnë pranë, t'i dhurojnë dashuri, sepse mendoj që u bë aq toksike ambienti aty sa që ishte shumë e vështirë për ta përballuar një ambient të tillë që në thelb, domethënë, të neveriste kur i shikoje. Uroj me zemër që ta jetojnë momentin dhe uroj me zemër që të marrin më të mirën. Domethënë, Zhaku dhe Kostana janë duke e kaluar shumë bukur, por edhe mimozën e shoh shumë aktive, por në fakt e shoh Ilirin të trembur. A mendoni që Zhaku dhe Kostana do vazhdojnë të jetë në këtë nivel apo do fillojnë të rrshkasin ditët në vazhdim?